Janë bërë afro 8 muaj që kryetarët serb kanë marrë drejtimin e 4 komunave veriore të Kosovës. Pas rreth 2 vitesh në udhëheqjen e shqiptarëve, lista serbe riktheu pushtetin në veri. Megjithatë, ish-kryetari Zubin Potokut, Izmir Zeqilit, tregon se deri më tani nuk kanë vërejtur ndonjë presion nga pushteti lokal. Jo, nuk shoh ndonjë ndryshim theme edhe sa isha në mandatin e kryetarit, ajo që kemi prit edhe presim që sa ma po ardhë të konsoliduat, që shme thonë gjitha digasteret në komunën, pse ka hapsina. Kjo është çështja e administratës që është tash konsideroj që akoma nuk janë plotësuar të digasteret drejtorit me personel. Unë me thonë që ka hapësira të punësimeve ku ta diun. Ndryshe nga e kaluara, Zeqili thotë se tash mund të ketë probleme të vogla, mirë po jo madhore si çështjen dëretnike. Struktura që ka ardhur tash, e shoh që nuk ka marrë ndonjë veprim ku mund të prishim ndonjë raport qoftë dëretnike por megjithatë është një farë komunikimi me ekipet çfarë është, jo me mua pak a shumë pak nuk e dojnë as komunikimet për mua është krejt okay kur dan këtu jam. Me Zeqilin pajtohet edhe Skënder Sadiku nga iniciativa qytetare Mitrovica. Megjithatë, ai kërkon më shumë përkraje nga niveli qendror. Këto mendoj tek ministri i administratës publike që të ndihmojë të ngritin kapacitetet e komunave, po edhe resore tjera, ministri i shëndetësisë, ministri i arsimit. Sot sa bëjmë na këtë intervistë, akoma është për turp shkolla kontenjer, akoma është një qendër e mjekësisë familjare e cila është gjysmë funksionale. Ndryshe nga Zubin Potoku, Mitrovica e Veriut është përballur me disa vështirësi pas rikthimit të listës serbe në pushtet. Një nga ato ishte edhe emërtimi i rrugëve.